Vëllezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falendrim Allahun Azza wa Jall, I cili na dha ymër dhe na dha shëndet që të vazhdojmë me agjerim me vepra të mira dhe të vazhdojmë me ndejet e mexhlisat ku përmendet emri Allahut Azza wa Jall, mexhlise ku zbret qetësia Allahut subhanahu wa taala, mexhlise ku e rrethojnë melekët e Allahut Azza wa Jall dhe zbret falja dhe mëshira Allahut, ku e lusim Allahun Azza wa Jall që të marrim hise nga falja dhe nga mëshira Allahut Azza wa Jall në këtë mexhlis dhe të dalim nga ky mexhlisi me mëkate të falura tek Allahu Azza wa Jall. Allahumma amin. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave mëkate të mëdha të Imam Dhahabiut rahimahullahu taala, ku sot do të marrim një nga mëkatet e mëdha, I cili është një mëkat I cili çdo gjë tek ky cilësi, tek ky mëkat është e sherrit dhe I mbill shumë dyrë të hajrit dhe bëhet shkak për përçarjen e shumë njerëzve dhe bëhet shkak për shumë padrejtësi dhe bëhet shkak shumë për çorodi në mesin e shoqërisë të islamit të muslimanëve. Ky mëkat titullohet mendje madhësia apo krye lartësia apo në gjuhën arabe el kibru. Çka do të thotë mendje madhësia? E kundërta e saj është modestia. E Allahu Azza wa Jall I don modestit dhe I urren ata të cilët janë kryelart. I urren ata të cilët janë arrogant. I urren ata njerëz të cilët kanë kibër në veten e tyre. Për atë tha Allahu Azza wa Jall, inna Allahe la yuhibbul mustakbirin. Tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an, Allahu nuk I don kryelartit. Pastaj kur e përmendi për besimtarët, Allahu Azza wa Jall tha, I don ata dhe ata e dojnë Allahun, ata njerëz të cilët janë të modest. Për atë dhe Allahu subhanahu wa taala e ngriti pejgamberin alayhi salatu wassalam në një grad shumë të lartë dhe I tha, wa innaka ala khuluqin azim, me të vërtet o Muhammed ti je me një moral shumë të lartë. Dhe ju tha në ajet, fa bi rahmetin min Allahi linte lahum. Ti o Muhammed me mëshirën e Allahut ishe I butë, walau kunte faddal galidhal qalb, sikur të kishe qenë I ashpër, sikur të kishe qenë arrogant, lan faddu min hawlik, do të ishin hikur njerëzit në prej teje. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam tha me një hadith, men tawadda lillahi rafa'ahu Allah. Kush bëhet modest për hir të Allahut, Allahu ka për ta ngrit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte ana sayyidu waladu Adam. Unë jam zotria I bijve të Ademit. Wala fakhr, mirë po unë nuk kam në veten time vetë pëlqim apo të kem arrogancë ndaj kësaj, mirë po Zoti e zgjedhi ishte njeriu më modest. Derisa u ulnin sahabët kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ligjëronte ose bisedonte në mesin e sahabëve, vinte ndonjë delegacion apo vinte ndonjë përgjegjës nga ata të cilët I kishin dërguar nga mbretërit dhe thoshin ata, kush është Muhamedi nga ju? Nga modestia e madhe nuk e dishin në mesin e tyre se kush është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe me gjithë ato torturat dhe me gjithë ata problemet që ja bën në Mekë, paria e Mekës dhe mushrikët, kur u kthye në shtirimin e Qabës, tha ishte I hipur në devën e tij me kokë të ulur derisa mjekra I tij I prekte në shalën e devës dhe thonte ja el haqu wa zahaqa al batil. Erdhi e vërteta dhe u zhduk e kota. Pastaj tha innal batila kana zahuqa, vërtet e kota do të jetë vazhdimisht e zhdukur. Mirë po ishte modest, u mbledhën të gjithë duke qenë të friguar se çka do të bën Muhamedi alayhi salatu wasallam me këta njerëz që e kishin torturuar pejgamberin alayhi salatu wasallam, sahabët, ata të cilët besimtarët ishin me ta. A di çka u tha Muhamedi alayhi salatu wasallam? Idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni, jeni të lirë, nuk do t'ju bëj asnjë send. Kjo ishte nga modestia. Për ata edhe mushrikët, edhe jehudët, edhe krishterët, shumë prej tyre u bën shkak për ta pranuar Islamin dhe për ta shoqëruar pejgamberin alayhis salam, edhe se para saj ishin armiqtë e tij. Çka I bëni? Modestia, sjellja me njerëzit në mënyrë të mirë. E arroganca
kryelartësia, kibri është një prej pengesave kryesore që të vazhdon besimtari rrugën e tij drejt xhenetit. Bile, dietarët kanë thënë se kibri ndahet në 3 pjesë. Pjesa e parë, apo kibri numër 1, është që bëhet kibri ndaj Allahut Azza wa Jall. Kryelartësia ndaj krijuesit, ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë lloj të kibrit, këtë lloj të mendjemadhësisë e kishte Firauni dhe e kishte Nemruti që Zoti ka përshkruar në Kur'an. Kur Musa a.s. shkoi tek Firauni që ta thret në fe dhe tha faqala ana rabbukumul a'la, tha unë jam Zoti juaj më i lartë. E pretendoi vetin e tij Zot. Po ashtu Nemrutit, kur i bëri thirrje në dinin e Allahut, Khalilullah Ibrahimi a.s. dhe i tha se Zoti jonë është ai i cili na krijon, i cili na jep jetë, i cili na merr jetën, tha ana uhyi wa umit, tha edhe unë tha i ngjalli njerëzit dhe i vdes. Si i ngjall njerëzit të cilët ishin të burgosur me vdekje të përjetshëm, i liroj tha unë nga burgi dhe këti konsiderohet se aku më fal jetën dhe është boj gjallë. E ai i cili është i lirë e vras dhe ja marr këti jetën, edhe unë më gjalli edhe vdes, atëherë i tha fa inna Allah yati bi shamsi min shamsi min al-mashriq wal maghrib, Allahu e bjen diellin prej lindjes në perëndim, fa'ti biha min al-maghrib, e sillet ti diellin prej perëndimit në lindje, fa buhita alladhi kafar, atëherë u bë i paaft ai arroganti, nuk mund ta bën këtë gjë. Sepse nuk o Zot. E këta kishin bë kibër në madhrinë e Allahut Azza wa Jall. Kibri i dytë, mendjemadhësia e dytë, është ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Para ata than, ata pasojnë një njeri i cili është sikur se ne, dhe ai është krijesë, nuk ka dallim nga ne, than ne do ta refuzojmë athirën e tij. E refuzuan pejgamberin alayhi salatu wassalam, derisa than në Kur'an Allahu Azza wa Jalla përmendin surën Furqan, mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq. Çka është ky pejgamber i cili sikur se ne të ki del në treg, del në pazar, bën shit blerje, han edhe pin. E sikur ta kishte zbrit Zoti një melek. Allah thot nëse kishte zbrit Zoti një melek, do ta kishte zbrit në formë të njeriut, edhe me tesha, me veshje të njeriut, jo në formën e melekve. Sepse kur ti shohin melekt, e kur ta shohin xhenetin, e si kur ta shohin xhenemin, e që kanë kërku me pa Allahun, atër nuk është kjo besim, atër është kjo bindje. Për ata njeri unë varë, kur ta shef se vinë melekt e dënimit janë duke e dënue, atër më nuk ka më kima të thot e shahadetin. Se më ashtër e shef moralitetin. Për ata bindja qka është, iman qka është, me e besu Allahun pa e pa, me e besu e xhenetin dhe xhenemin pa e pa, me e besu kiametin pa e pa, kjo është besimtar, se kur ta shofsh, atër nuk është mo iman, atër është mo bindje, jetu ke e pa, kjo nuk ka lidhe me iman, për ata kur të vere shpirtin gargar e del, dhe vem me lekul mauti mi amar shpirtin, mbilët mo dera e këti personi që të bëhet mo musliman. U kri mo puna. E do të thot, e dyti kibër është ajo e cila e bëjnë kibri ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe kibri i tret, i cili është kibri të cilën e ka bërë, do të thot i pari prej tyre është Iblisi, lanetullahi alej, derisa thënë dietarët, mëkati i parë që është bërë, që ka dalë në sipërfaqe, është kibri para shirkut. Pse? Sepse Allahu Azza wa Jall kur i krijoi të gjithë krijesat, i krijoi melekt, e krijoi xhenetin, xhenemin, e krijoi 7 kat qiell, 7 kat tokë, krijoi xhinët, më në fund e krijoi njeriu, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tha Allahu e krijuam njeriu në formën më të përsosur dhe në formë të respektit që e krijoi një krijesë më të ngritur nga të gjithë krijesat, Ademin alayhi salatu wassalam, ku e urdhëroi të gjithë melek të bëjnë sejdë, fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un, thot Allahu krejt melek banën sejdë, illa iblis istakbara wa kana min al-kafirin, por pos Iblisit, i cili bëri kryelartësi dhe ishte prej mohusëve. I pari i cili ka bërë kryelartësi është Iblisi. Dhe çdo besimtar, çdo musliman i cili bën kryelartësi ndaj vllaut të tij dhe
mendon se ki është më i aftë se vllau i tij, vetëm se ka ndoshta pasuri, vetëm se ndoshta ka post, vetëm se ndoshta i ka disa aftësi. Çka është kibër? Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, batarul haq wa ghamdun nas, është ta mohojsh të vërtetën dhe ti nënçmojsh njerëzit. Ç'kjo është kibër? Me mendu se ti je më i mirë se tjerët, me mendu se ti je superior, e tjerë do të thonë janë më të ulët se ti, më të dobë se ti, më të pa aftë se ti, e ti je më i afti, më i miri, këtu hin kibri. E çka thot Muhamedi alayhi salatu wassalam? Yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyama, do të ringjallën kibërlit mendje mëdhët në ditën e kiametit, ka amthalil dharr, sikur ata milingonjat e vogla në mesin e kiametit. Kur do të ngriten njerëzit në ditën e kiametit dhe do dalin në sipërfaqen e kiametit që 50.000 vjet, kur do të ringjallën ata mendje mëdhët, thot do të ringjallën sikur milingona të vogla, ala surati rajul, sikur njerëzi, ata e kanë formën e njeriut, mirë po subhanallahu madhësia e tyre është sa kur një mis. Çka thot pejgamberi alayhis salatu wasallam? Yakshahumu dhulla min kulli makan, do t'i kaplon poshtrimin në nënçmimi ka të gjithë anët. Subhanallahu, kemi treguar edhe në derset e kaluara, kemi thënë ai i cili e han kamatën, dënimi i tij ishte në gjak, i ndytur, duke e fundosur. Ai i cili flente me guri duke i rënë kokë. Do të thonë dënimi, ki dënimi i këtina, ki ka bo kryelartësi, ka dosh tregohet më kryelart prej këtëve, më i dallon prej këtëve, Allah e nënçmon më shumë ti pikëtëve, e ban formën e milingonjës që njerëzit ta nënçmojnë, njeriu më i pështrum, edhe e din se ç'ki njeri ka qenë kryelart në sipërfaqen e tokës. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam tha, më e keqja, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min al-kibr. Nuk do të hinë në xhennet ai i cili posedon qoftë edhe sa një grimës të vogël në zemrën e tij nga kibri. Është trishtuese, Allahu azza wa jalla po thot, Allahu nuk i don ata që bëjnë kibër. Allahu po thot, ata do të jenë në xhehenem dhe nuk do të hinë në xhennet, edhe nëse qoftë ata kanë në zemrën e tyre një grimës të kibrit, e cila bëhet shkak për mos ta pranu hakin. Kibri bëhet shkak për të bë kryelartësi dhe zullum ndaj njerëzve. Kibri bëhet shkak që ti me të ngrit para qerve dhe mendu se nuk ka më të mirë se ti në sipërfaqen e tokës. Dhe për ata për ata tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, di persona nuk kanë mundësi ata me marr dituri. Di persona, dijeni, shikojni, dy persona nuk kanë mundësi ata me qenë njerëzit që kanë dije. Thot njëri prej tyre është mendje madhi, kibërlia. Pse? Thot ka me shku, ka me unë që me xhlisat e me njerëzit. Ja. A e keni pa shumë njerëzi nga mendje madhësia, kur ti thush hajde be në xhami, abe thot se në xhami shkojnë njerëzi pensionera, njerëzi pa punë, njerëzi të cilët janë të rëndom, të thjesht, a kupton? Ki e konsideron vetin VIP. Ki shkon në xhami. Thot, ja, be ka me shku me njerëzit e thjesht. A i tjetri thot nuk shkojnë ders se i duken njerëzit shumë thjesht. A i vetin e di shumë të madh. A i vetin e di shumë ditur. E kibërria kur njëherë së në marrë dituri. Edhe tjetri i cili është, do më thonë ati i cili t'i ven turp, për shak turpi dhe marrës, a i nuk hinë me zhdi se i ven marrë. Edhe ki dyti të thot, është që nuk mund, që privohet nga dituria. E kibërlia është ai i cili privohet nga udhëzimi. Kibërlia bëhet shkak mos me hinë xhenet. Kibërlia bëhet shkak me hinë zjarrin e xhehenemit. Kibërlia bëhet shkak kibri i tij që Allahu të hidhrohet mbi ata. E modestia, pejgamberi alayhis salatu wasalam tha, kush është modest mesin e muslimanëve, çaj njeri do të jetë mas afër në ditën e kiametit tek unë. Dhe a do t'ju tregoj se cilët njerëz janë më larg meje në ditën e kiametit, janë kibërlit mendje mëdhët. Derisa ka thonë xhenemi, o Zot, çka është puna, kret kryelartit, ket arrogantat, ket kriminalët janë tek unë. E ka thonë xhenetit, çka është puna e atyre banorëve të mi, janë njerëzit më modesta, më thjesht, më të ulët. Do të thonë njerëzit të cilët janë thjesht,
Janë ata njerëz të cilët janë modest për ata, ai ki pa njeriu kur mundohet me qenë i sjellshëm me njerëzit. Kur mundohet me qenë korrekt me njerëzit. Kur mundohet me qenë modest, Allahu e ngrit ata më shumë se tjerë. Ai që do të kallëzohet çdo herë do të dalën ske, Allah e korrit atë njeri. Sa herë dikush që do të krenohet para qerve, e keni pa një njeri, nëse shemëll e lavdron dikush me xhlis, edhe mundohet shemëll më mbrojt, nuk është ashtu, kim lavdroj pak si tepër, nuk është e vërtet kjo, unë jam një njeri thjesht, ma tepër në syrin tanë ai njeri rritet. Ama një njeri që lavdrohet, qatë që njerëzit bezdisën, thojt, kush ka me duru tash këshki, veç ka mu lavdru shtaj. A e kipot, ngushtot ndeja ma atë njeri, pse? Se kibri, dhe thot, lavdrata, madhështia i takon Allahut. Kush i jeti një njeri, se kishte bo një djetar, kishte thonë, qysh lavdroho shtio njeri, kurse ti i kryuan për një pik uje, për një spermës, që nëse e le ajo prishët i vene rakeqe dhe ti se ne duron. E pastaj përfundimi jot është në varë, nëse ti nuk vorosës fillon me të ardhë era e keqe. Edhe njerëzit nuk mujnë me të duru, qëti në tokë që mësë të vere rakeqe. Edhe mes kësoj pikës edhe varit, ti në mes asajnë asaj jetë gjallë, edhe në trupin tanë mban beturinë. Ç'ki ai, nuk i e diçka. Çka bën, çfarë kryelartësie që ai i pavdekshëm, ai e ki pa një smundje vogël, bëhet njeri shumë i fuqishëm, një smundje vogël, një virus i vogël e bën shtrat. S'mundet mu çupi shtrati. Kjo është me të kallëzu se o njeri ti e krijet shumë e dopt. E madhështia, krenaria, bujaria, madhëria i takon Allah, se është krijuesi gjithësisë i tokës, i çdo sen, i cili nuk han, nuk pin, nuk smuhat, nuk vdes, nuk flen, nuk e zen as kotja, është i gjalli, i përjeshmi, i cili ka kriju gjithësinë, tokën dhe qiellin, dhe të gjithë krijesat janë në kompetencat e tija. Ai është Allahu Azza wa Jall. Ati i takon krenaria, madhëria, e jo njerëzve të cilët do thot njerëzit bëhen, domethënë, arrogant. Për atë Allahu Azza wa Jall e ka cek në Kur'an një njeri i urt. Para nuk është pejgamber. Allahu Azza wa Jall e ka cek emrin e tij një sure të Kur'anit me emrin e tij, i cili nuk është pejgamber, i cili ka qenë njeri i urt, Luqman el Hakim, dhe Allah e ka thënë kështu, Luqman i urt. Luqman el Hakim. Ki që i ka thonë, wala tusair khaddaka linnas. I ka thonë djalit vet, o djali jam, kur të hecish për rrugë, mos ja shtrembëron njerëzve fitirën. Wala tamshi fil ardi maraha, dhe mos hes në tokë me krye lartësi. A keni pa ato plumbat që rujnë plumba i din, ato plumbat kur i kap një smuje, ato e kthejnë krijen kështu, edhe s'din mu drejtue. Kur të folaj që shtu të fol, domethënë, e ka kthi krijen, s'ka edhe me majti gishtave. Ti thu se ku me ditë ku shoki. I thot mos u ban arrogant. Wala tusair khaddaka linnas. Mos ja u kthe njerëzve ftirën, mos ja u shtremon njerëzve ftirën. Wala tamshi fil ardi marha. Dhe mos hec me kryelartësi, sepse Allahu nuk i do kryelartit. Pastaj ka thonë, walan takhruqal arda, walan tablughal jibala tula, ti me këtë hecje as nuk mundesh ta çojsh tokën, e as nuk mundesh ta mbrish madhsin e kujna, madhsin e kodrave. Për ata Allahu Azza wa Jall ka dash neve me na tregu se aq jemi të vegjël dhe aq jemi dob dhe të paaft, sa që Zoti e ka tregu vetëm një melek i cili është Xhibrili alayhis salam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u takova fillim me Xhibrilin, kur të më shtrëngoj dhe tha lexoj dola e pash një krijesë gjigante, kur nuk isha pasë krijesë e cila ishte ulur me një karike mes qiellit dhe tokës, se del ufuk horizontin e qiellit e kishte zonë ket, i kishte 600 krah. E thot pejgamberi alayhis salam, më zhdhon mua të flas për hamalet el arsh, për ata melek që e bartin arshin Allahut, njërin prej tyre, thot pejgamberi alayhis salam, prej pulpës, dveshit, deri tek supi i ka 500 vite udhtim. Prej gjujnit, deri në kërcikun e kamës i ka 700 vite udhtim. Para mendo çfarë melek gjigant, çfarë krijesat gjigante. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur na tregu një shembull shumë konkret, duke qenë sahabët një shkretir të madhe, e mori një halk, apo një unoz edhe e gjujti në shkretir. Tha, po e shifni këtë unozën? Tha, po. Apo e shifni këtë shkretirën e madhe? Tha, po. Tha, krahasimi, qielli i parë, në krahasim me tokën, është sikur që kjo unozë e vogël
në shkretirën e pafund që nuk e sheh syri. E dyta është më e madhe se e para, sikur në krahasim unozën me këtë shkretirën. E treta kështu, e katërta, e shtata, e arshi i Allahut është më e madhe se 7 kat qiell e 7 kat tokë, e çka konta? E para mendo ku je ti? Mirë po, me besimin ndaj Allahut azza wa xal, me imanin ndaj Allahut azza wa xal, me modestinë ndaj Allahut azza wa xal, aq ngritësh grada të larta, saqë Allahu subhanahu wa taala nga modestia e madhe që i kishte Muhamedi alayhi salatu wasalam, e ngritje e boni Sejidi Walid Adem, dhe thot e bëni zotëria e bijve të Ademit dhe e ngriti mbi 7 kat qiell, dhe vendi i tij është më i lartë prej vendeve të xhenetit, i cili është Maqamul Mahmud, një vend special, nuk ka më të lartë se vendi i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ai ishte krijesa më modeste. Wa innaka la ala khuluqin adhim, tha Muhamedi, tha Allahu azza wa jall, se Muhamedi alayhi salatu wasalam është me një moral shumë të lartë, me një modesti shumë të madhe. Edhe e ka ngrit Allahu azza wa jall, nuk tha që e ka ngrit Muhamedin alayhi salatu wasalam me namaz shumë, as me luftë shumë, me kurrë. Ata që e ka lavdruar tha wa innaka la ala khuluqin adhim. Me të vërtetë o Muhammed, ti je me një grad shumë të lartë nga modestia që e kishte Muhamedi alayhi salatu wasalam. Po ashtu na tregon Allahu azza wa jall në fund, që mos ta zgjatim shumë, ku Allahu azza wa jall e tregon për rastin e Karunit. Karuni ishte nga populli Musaut alayhis salam. Allahu azza wa jall i kishte dhënë aq pasuri të madhe, saqë komentatorët thonë kishte qelsa, jo vetëm pasuri. Qelsat që a barqin ato kafsht, që i kishte depot e mdhoja me pasuri, 60 mushka. 60 mushka të ngarkume me qelsat e depove të pasurijës. E kur i than populli i tyre, la te frah, mos ban krye lartësi ndaj njerëzve. Çka tha? Inma utituhu ala ilm. Tha unë e kam fitu me diturin teme, unë e kam fitu me zotësin teme, unë jam më i zoti, unë jam më i afti, sikur të njerëzit e shef, janë nisë mu kallzun, jam më i ditëshin mesin e juve. Unë jam më i fortin mesin e juve. Unë jam tregtari më i madh mesin e juve. Unë aftësitë e mia nuk i barazon askush prej juve. Kjo është mënyra e kibrit. Allahu azza wa jalla çka tha? Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ne dunjojën jap na kujt na do, ai që e do dhe ai që se do, ai që e do Allah dhe se do Allah. Nuk është me rëndësi dunjoja. Mirë po, ahiretin, xhenetin nuk ja jep, vetëm se atyre njerëzit që janë modest e nuk ja jep krye lartëve. Për ata bëni as krye lartësi, dori me popullin e vet, për të bë krye lartësi dhe për të mbur para njerëzive se unë jam njeri i cili më i dallumin mesin e juve, thot Allahu azza wa jall, fa khasafna bihi wa bidari al-ard, ne e fundosëm ata dhe pallatin e tij dhe shtëpinë e tij në fund të tokës. E gëlltiti toka kur dul, duke u bë krye lart, duke u krenun mesin e njerëzve se këshill çfarë pasurie, dul me pasurinë e tij, dul me veshjen e tij të bukur, edhe filloi të krenohet, filloi të mburret para robëve të Allahut. Allahu azza wa jall e fundosi ata në thellësirat të tokës, edhe nuk ju dihet më tragu i Karunit dhe pasurisë e tij, as thellë e ka fundosur Allahu azza wa jall. Kjo çka na tregon neve, vëllezër të nderuar? Na tregon se besimtari duhet vazhdimsi të jetë modest. Se mendje madhësia vetëm se e përul njeriu. Mendje madhësia e nënçmon njeriu. Mendje madhësia është që Allahu azza wa jall nuk e don këtë njeri. Mjafton që Allahu subhanahu wa taala kur nuk e don një cilësi dhe urren, para mendoj ti ta kisha cilësi. Para mendoj ti ta ke cilësinë e kujna e iblisit, shejtanit, që iblisi do thotë e ka çket cilësi. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala na stolis me teshat e modestisë, që të na bën besimtar të devotshëm, na bën besimtar që e duam njëri tjetrin dhe të jemi modest, që Allahu azza wa jall të na ngrit në këtë dunjë dhe në ahiret. Men tawadda lillahi rafa'ahu Allah.
kush bëhet modest për hir të Allahut, Allahu ka për ta ngrit në dunjë dhe në ahiret. Lutem Allahun azza wa jall të na ngrit në dunjë dhe në ahiret me vepra të mira, me iman, me besim, me butësi, me urësi, me wa quli qawli hadha. Deri në takimet tjera, Allahu ju shërbëft.